Cine vetë, me shfaqen që ja boni Spaku për korupcionet në prej vitit 2019 dhe deri tash. Dhe gjitha këtu janë pjesë e njerëzve që janë rrugë, edhe mleve që janë rrugë. Dhe një pjesë e tyre janë absolutisht me arsye atë. Edhe për pjesën që është e parë arsye që artikulimin politik dhe pse s'ka paradigmë, flasim ma vonë, po ndoshta për njerëz të Kosovës me tregu pse është kjo protestë kështu. Blev, ke qenë shumë i zëshëm për ditës parë, po them kundër protestës. Ose më shumë jo për arsyet, po për njerëz që i kipon protestë. Ashtu e kom kuptuar më shumë. Më ndërlidh me ata që dha batoni pak më parë, do më foli gjatë, dhe natyrisht këtë atë do të mund të ta përmbledhte me pak fjalë. Shkatrimi i opozitës në Shqipëri, si pasojë zhvillimeve që kanë ndodhur viteve të fundit nga viti 2013 e tutje, natyrisht e ka kriju nevojën për me pas opozitë, sepse demokracia nuk funksionon pa opozitë, dhe natyrisht ka kuptim me folë edhe për një element të arrogancës e pushtetit absolut total të cilin Rama e ka kriju ndër vite këtu më radh. E mirë po kthehemi te protesta aktuale. Është e vërtetë që kam shkruar që nga dita e parë, dhe duke u nis nga një premisë që është edhe filozofike, edhe logjike, edhe e provuar historikisht. Thelbi i gjërave, natyra e gjërave zbulohet në zanafillën e tyre. Pra zanafilla e gjërave e tregon natyrën e tyre. A cila është zanafilla e kësaj proteste? Cila është? Surnec. Ishte një teori konspirative që shpërtheu në mediat sociale. Një fotografi falso, e rreme, e gjeneruar me inteligencë artificiale, ku thuaj se Izraeli po zbarkon Shqipëri dhe po na merr territori. Ja kufiri kush. Dhe atë teori konspirative e morën shpejt mediat e Athinës, edhe të Beogradit, edhe përhapën gjithandej botës. Qështu ka fillu. Pra nuk ka fillu me një motiv të shëndosh. Një motiv të cilun e kuptoj, sepse në Shqipëri ka 1 milion arsye me protestu. Si të mos kundër Ramës. Të ke fundit me protestu edhe kundër Ramës edhe për faktin që është që 13 vjetë pushtet. Edhe diku i mërzitet, edhe nëse kish punu mirë, mërzitet. Por motivi ka qenë i ullt për cilin ka fillu. Dhe pastaj vazhduan gjërat. Po kjo ka qenë azafila, kjo ka qenë arsyeja. Pse ka qenë arsyeja? Gjërat duhet të shërbatoni foli për kontekstin historik, që na shpjegon diçka, por nuk na shpjegon krejt gjërat. Duhet të flasim për aktualitet, për kontekstin aktual të kësaj proteste dhe kësaj. Pse Zverneci? Pse nuk ata qytetarë të Rjollit atje kanë një vit që protestojnë për prunat e tyre. Askush nuk ka protestuar në Tiranë për ta. Ose kemi pas përplasjet në theth. Tirana ka qëndruar e heshtur për të. Pse pikërisht Zverneci? Sepse Zvernec po flitej për një investim të madh. $4 miliardë, prapa të cilit qëndron familja Trump. $4 milion investim, ajo $4 miliardë investim në Bregdetin shqiptar, natyrisht nuk mirë pritet nga rivalt turistik të rajonit, në radhë por Greqia. Rasisht do ditë kur shkruajsha, kur u marrsha për këtë protestë, hyna në internet edhe pash do të dhëna për turizmin në Greqi. Shkurt. Në vitin 2022-2025 ishin 12 miliardë investime në turizmin grek. Kryesisht ka ishu dhe njohur. Shumica e tyre nga kapitali huaj. Dhe askush Greqi nuk është qunë protesta, me thonë, Greqia nuk është përshitje. Përkundrazi kanë mirë pritë. Dhe për një moment, kur po ofrohet një investim serios, i parë investim serios në Shqipëri, po dalin shqiptarët dhe po thonë Shqipëria nuk shitet. Konteksti tjetër është, elementi tjetër i kontekstit për cilin po flas është, shikoni, Shqipëria është një vend i cili deri vonë është konsideruar se shumë prapa Serbisë në procesin e integrimeve evropian.
Fillim ka qenë Mali i Zi edhe Serbia. Shqipëria, Maqedonia më vonë. Shqipëria në bisht ka qenë në fund. Bisht. Por gjërat kanë ndryshu. Ashtu edhe mas Kosovës. Gjërat kanë ndryshu. Tani Serbia është në ulsin e parë. Kjo Shqipëria është ulsin e parë. Për 13 muaj janë hapur 33 kapitujt e integrimit. Edhe llogaritet që me 2029 kjo Shqipëria që ju po e thoni se është përfaqet zezë me u bë anëtare e Bashkimit Evropian. Po diku i pengon kjo. Bas pari i pengon fqinit tonë, Serbisë. Që është me leju që Shqipëria me hyjë në BE. Së thuj fqinit tonë, thuj armiku tonë, borsa alarmi. Si me leju që Shqipëria me hyjë në BE para Serbisë. Në asnjë mënyrë. Nësë më me lonë Malin e Zi e le më Shqipëri. Prandaj duhet i hapim plagët e vjetra të Shqipërisë. Prandaj duhet i nxjerrim njerëzit në Shqipëri. E kur të bëhen 100.000 e 200.000, ta djegim edhe njëherë Shqipërinë. Ata njerëz që kanë dalë protesta, nuk janë të gjithë. Shumica për tyre kanë dalë nga halli i tyre, përmendi Toni, përmendi Batoni, shtresë e mesme, të cilët nuk ndihen mirë, nuk ndihen përfaqësuar në sistemin e Ramës, edhe kanë drejt plotësisht në për. Por problemi është se hallet e tyre janë të keq përdorur për një agjende shumë agjane, që ka për qëllim me stopu Shqipërinë. Ato është e rastishme pse ngjarjet në Shqipëri kanë marrë një mbulim fantastik në mediat e Greqisë, fantastik në mediat e Serbisë, fantastik në mediat e Rusisë, fantastik edhe Irani është qetësu pse populli shqiptar po vuan për sistemit Ramës. Irani ja të llakve që është shtet armik i Kosovës. Edhe Shqipërisë. Pra, problemi është, nuk është të protesta si ti. Problemi është se kjo protest ka nisë me një agjendë të caktuar. Me një agjendë të caktuar. Njerëzit e kanë po ato si një medium, një platformë ku mune me shku me përfaqësu hallet e tyne. Por përfaqësimi i halleve të drejta në një platformë të gabuar dihet se ku qënë. Okej. Kjo është sa për fillim. Albatros? Dash, unë nuk pajtohem me ato që ka thënë atje, nuk pajtohem edhe një pjesë gjonave që tha Batoni, po ai është A pajtohesh me mua? Dedikon. Dedikon. Pajtohesh, shumë gjë mirë. Tash, unë du me pa për një perspektive tjetër këtë gjë. Shqipëria sot është, si e tha profa, vend i cili është në kryet listës të vendet e rajonit për më fut në Bashkimin Evropian. Shqipëria për herë të parë është duke bërë investime serioze në fushën e mbrojtjes. Për herë të parë Shqipëria është duke dizajnu dhe është duke investu në ato që quhet komponenta e rezistencës aktive. Çdo ushtet ti mund të kesh ushtri, por duhet ta kesh një komponentë e cila është combat ready, e gatshme për luftë.